Shkëndia regjistroi një fitore shumë të rëndësishme në transfer duke mposhtur Tikveshin me rezultatin 4-1. Me këto 3 pikë Kuqezin dalin përkohësisht në krye të renditjes duke ushtruar presion ndaj Vardarit. Krahas kësaj Kuqezin po e përmirësojnë edhe golaverazhin. Për Shkëndijën ishte fitoria e 21 sezonale dhe ka të tubuar 67 pikë. Sipas trajnerit Beqiri, ekipi që lufton për titull gjithmonë duhet të jetë i motivuar. Ne kishim disa probleme para fillimit të ndeshjes me një di futbollistë të cilët shprehen probleme shëndetësore, kurse pastaj ishim detyruar që gjatë përfundimit pjesës së parë të ndrojmë për arsye shëndetësore Drilon Islamin, edhe kishte karton edhe pastaj edhe pjesa e çështjes shëndetësore ndikoi dhe humbëm disi balansin mes fush, por e rëndësishme është që shënuam, e rëndësishme është që momentet veçanta treguam personalitet dhe besoj që duhet vazhdojmë në këtë hap edhe ndeshje tjera. Fitore të thellë dje ka regjistruar edhe skuadra e Sileksit, e cila në Kratov demoloi ekipin APA Brera, duke i bërë një shërbim arsimit në betejat për mbijetesën në ligë. Java e 28 mbyllet nesër me ndeshjet Rabotnički Arsimi dhe Bashkimi Struga Trimlum.